Hajde byrën. Selamu alaikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Apo doni misafire jo? Hajde byrën. Mashallah, të barakallah. Çka I keni halët? E jeni mirë? Alhamdulillah. Mashallah, të barakallah. Mashallah. Bismillah. Sot ditë bajrami, apo ja? Ka të shkoj, bismillah, duke trokitur. Kur ta ndëgjojsh nga mrenda trokitjen, tak ose zilin, dalish e presish edhe I thosh, mirë se erdhe. Mundësisht e kapish për dore, po ka mundësi edhe me e përqafua, ato që e dënë Zoti e përqafon. Kryesore, mëse hynin e për shtëpia të huja, pa trokit dhe pa marrë leje. Edhe kur të merrni leje, këshirkush po ju jep leje. Ka gra që japin leje. Jo, burrat I presin burrat, e grat I presin grat. Mëshkujt I presin mëshkujt, e femrat I presin femrat. Andaj, mundet me kenë fëmiju 7-8 vjeç, por I edukuar shumë. Thot, hajde xhaxhi, hajde mrenda. Ai nuk din, është I papjekun. Ai të shti mrenda t'i bën vaki befasohesh, me çështja se me pamje të pakënaqshme për ty, edhe ofendosh në tjetrën mënyrë banorët e banimit të asaj shtëpie ku ke hyrë ti apo banese. Andaj duhet me kenë pas trokitjes me dhënë leje hyrje I madhi, edhe ato mashkuj. Po nëse nuk ka mashkuj, femna del edhe të urdhoni byrën. Jo, ani pse thënë, po fjala popullore këtu, po e kam vlla, po e kam djalë të migjes, po e kam, ja. Te femnat nuk hyhet mashkulli. Veç vllau ka të drejtë të motra, edhe vladit e baba e të nona. Kurse vllau të vllau, pa qenë vllau aty, nuk ka të drejtë me hy. Mas janë vllau për vlaun, atëherë për ma gjerë, s'pe zgjasim këtë mesele. Edhe kur të hyni, me assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh, edhe pyetjet normale çfarë janë si jeni, ku jeni e tek jeni, edhe është mirë për Zotin e shtëpisë, një koqirin që të ka prit, është prej sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me kenë bujar, me të gostit, me dhanë, me hangër, me pi, e kështu me radhë. Inshallah këto vizita I bani e kënaqenin mes veti, por sikur që ju kemi thonë çdo herë në për ligjëratat tona, mbani dhe përmbani ju rregullave të vizitave në mes veti, që mos ketë doni mos marrëveshje në mesin e ummetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe kështu që mos I thoni sikur që thash fillim, po unë e kam temin. Ja, s'ka kjo po temin. Vllau të vllau, vllau të motra, motra të vllau ban. Të baba të nona dihet. E kam vlla, s'është vllau aty, veç gruaja vllaut e ti me hin zbal. Qështu nuk na lejon feja jonë e pastër islame. Allahu xhalleshanu jo bënsoft me I praktiku parimet islame edhe në zjarete, në vizita ju njëri me tjetrin, edhe në çdo pikpamje. Kalofshimi këto ditë bajramit, inshallah taala, inshallah rezultate shumë të mëdha, edhe shumë lumturi të madhe, edhe shumë kënaqësi të madhe përjeton gjithë ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mas I thashë të fjalë, po thamë edhe një herë gjatë tërbumit kemi bo dua, Allahu xhalla xhelaluhu e ndalt gjakderdhjen në këtë glob. Jo vetëm në lindjen e mesme, ose vetëm në Ukrainë, po jo, inshallah vjen dita I tërë globi bëhat rahat prej gjakderdhjes. Ju përshëndes nga kjo vend ku ula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.